Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni qepën për 10 minuta në fytyrën tuaj dhe shikoni çfarë do të ndodhë. Nëse keni shenja në fytyrë dhe nuk keni arritur t'i largoni me asnjë krem apo ndërhyrje, e vetmja gjë që juve ju duhet është që të përdorni qepën. Qepa është e njohur për vetitë e saj të shkëlqyera në shëndetin ton në tërësi, por studiuesit gjithashtu kanë dalë në përfundimin se përdorimi i qepës në lëkurën tuaj dhe konkretisht në fytyrën tuaj është ideal dhe gjithçka që juve ju nevojitet. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të merrni një qep të bardhë në madhësi mesatare dhe më pas ta ndani atë në 2 pjesë. Me njërën gjysmë të qepës ju duhet që të fërkoni pjesët e fytyrës ku keni shenja, njolla dhe akne. Lëreni për 10 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë. Një mënyrë tjetër është përdorimi i lëngut të qepës. Lëngu i qepës është ideal për largimin e njollave të shtatzanisë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë disa maska të cilat ju mund t'i përgatisni në shtëpi. Ju mund të kujdeseni shumë thjesht për lëkurën e fytyrës tuaj, mjafton vetëm që të gjeni pak minuta kohë. Maskat për kujdesin dhe rigjenerimin e lëkurës mund të realizohen shumë mirë me disa produkte natyrale, të gjithë ne i kemi në shtëpi. Ne ju propozojmë disa maska të fytyrës të cilat mund të realizoni në kushte shtëpie me 1 apo 2 produkte. Këto maska nuk kërkojnë shumë shpenzime, ndërsa japin rezultate vërtet shumë të mira për dehidratimin dhe rigjenerimin e fytyrës. Tërshëra. Tërshëra ndihmon në ripërtëritjen e lëkurës. Merrni një çerek filxhani tërshër dhe hidheni në gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Lëreni për pak minuta dhe më pas shtojeni 2 lugë çaj filxhani kos dhe mjalt. Aplikojeni maskën në fytyrën tuaj për rreth 10 minuta. Banane dhe mjalt. Kjo maskë gjithashtu ndihmon në hidratimin e lëkurës së thatë, lufton aknet dhe i jep shëndet lëkurës tuaj. Merrni një banane të pjekur dhe shtypeni derisa të formohet një masë në formë pureje. I shtoni gjithashtu 2 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni të freskët. Maskën e përfituar vendoseni në fytyrë për plot 10 minuta. Kakao dhe kafe. Maska ndihmon në heqjen e lëkurës së vdekur nga fytyra dhe gjithashtu ajo e forcon atë. Në një gotë me qumësht ju duhet të hidhni 3 lugë të vogla kafe dhe 3 lugë të vogla kakao. Përzieni mirë dhe më pas shtoni disa lugë mjalt. Vendoseni maskën në fytyrë dhe prisni derisa ajo të thahet përpara se ta lani. Uthull. Uthulla e mollës është e dobishme për lëkurën e fytyrës tuaj. Hidhni një lugë uthull në një filxhan me ujë dhe vendoseni në fytyrë. Avokado dhe mjalt. Avokado është shumë i mirë për fytyrën tuaj të thatë, sidomos kur përzihet me pak mjalt, ai lufton bakteret dhe aknet. Pasi ta keni shtypur avokadon, i shtoni një lugë mjalt dhe përzierjen mbajini në fytyrë për të paktën 10 minuta. Qumësht. Qumshti gjithashtu është përdorur gjithmonë për trajtimet e fytyrës. Merrni pak qumësht pluhur dhe përzieni me ujë. Vendoseni në fytyrë dhe lëreni të veprojë. Më pas, lajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë. Të bardhat e vezëve. Nëse ne përziejmë një përbërës të dobishëm për lëkurën, siç janë të bardhat e vezëve me kos, maska e përftuar ndihmon shumë në rigjenerimin e lëkurës. Hidhni 2 lugë kos tek të bardhat e vezëve dhe në fund, për të hequr maskën e fytyrës ju duhet të përdorni ujë të ngrohtë. Lule shtrydhe. Lule shtrydhet gjithashtu pastrojnë poret tuaja dhe heqin pikat e zeza të fytyrës. Pasi të keni grirë lule shtrydhet, shtojeni pak kos,
Mbajini maskën në fytyrë për plot 10 minuta dhe pasi ta keni hequr do ta ndjeni fytyrën tuaj të freskët dhe njëkohësisht më të butë. Majonezë. Majoneza ka disa përbërës të cilët i bëjnë mirë fytyrës tuaj. Përhapeni majonezën në fytyrë dhe pasi ta keni shpëlar, lëkura juaj do të jetë më e pastër dhe më e butë. Kastraveci. Kastraveci bën mirë edhe për lëkurën tuaj të thatë dhe atë të vajosur. Shtypeni kastravecin aq sa ju të krijoni një sasi tuli dhe përzijeni atë me salckosi. Edhe pse është një maskë e cila nuk vjen erë të mirë, ajo rigjeneron lëkurën tuaj dhe redukton njollat e fytyrës. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteinë dhe lë lëkurën tuaj të butë dhe të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të cilët janë të gjendur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën tuaj të thatë, për të tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe për të kuruar lëkurën e acaruar. Këto receta janë të dashura për shumë arsye, por kanë diçka të përbashkët, ato të gjitha përdorin të bardhën e vezës. Maska për fytyrën me të bardhë vezë dhe kos. Përbërësit janë 2 të bardha vezë, 2 luggjelle kos. Udhëzimet. Ndajni të bardhën e vezës nga e verdha e vezëve dhe vendoseni ato në një tas. Shtoni 2 luggjelle kos, por mos përdorni salckosi. Përzijeni së bashku dhe vendoseni përzierje në fytyrë. Lëreni në fytyrë për disa minuta dhe pastaj pastrojeni fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë, më pas me një pecetë të ngrohtë. Maska e pastrimit të fytyrës me limon dhe mjaltë. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puthra, por është e mirë edhe për çfarëdo lloj lëkure. Përbërësit që juve do t'ju duhet janë një e bardhë veze dhe 2 luggjelle mjalti i rrjedhshëm, 4 luggjelle lëng limoni. Udhëzimet. Përzijeni përbërësit së bashku dhe vendoseni maskën në fytyrë. E lini të veprojë për rreth 15 minuta dhe më pas lajini fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në një javë për ta përdorur atë sërish. Maska shtresëzuese e fytyrës. Për këtë ju mund të përdorni një të bardhë veze, gjysmë luggjelle vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh, sipas mundësisë tuaj, një luggjelle miell, një luggjelle sheqer kafë dhe një luggjelle qumësht. Përzijeni përbërësi dhe më pas vendoseni maskën në fytyrë duke e shpërndar atë me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë ju do ta pastroni atë. Shtojini atë më shumë sheqer nëse doni që të keni një pastrim më të thellë. Lëreni maskën në fytyrë për plot 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit ju mund të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Ndërkohë mund të përdorni dhe maskën për tonifikimin e fytyrës me një të bardhë veze, një luggjelle miell mistri. Rriheni këto përbërës me një pirun derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme dhe më pas vendoseni përzierjen në fytyrë derisa ajo të thahet. Përbërja e rrëshqitshme duhet të vendosur në fytyrë dhe ju duhet të shtriheni. Lëreni të thahet dhe më pas shpëlajini. Në fund aplikoni një krem hidratues. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.